Jemi të varfër apo të vjedhur? Jemi të varfër apo të vjedhur? Ajo diskutohet që ma shumë jemi të vjedhur, po ta ka vështu që shpendi jo nuk ka më pasur, mund bulevard, mund bujë një pemë, një bimë, një diçka, kudo. Kush na ka vjedhur më shumë? Përse? Kush na ka vjedhur më shumë nga politikanët? Ma shumë po kuptohet. Shteti në kuptim të drejtë, po nuk ka forcë, ose si të thush, u mungon dëshira dhe u ka hit tamafi vetëm për të vjedhur, jo që drejtimi ka tjetër të zgjidhësh deputet ose të shkosh në rang ministri, është diçka që mund të jetë dhe formale. Jo nga logjika dhe dituria që mund të ketë personi. Ja kupton? Se nuk mund të dish të gjithë. Nëse ta lëmë, duhet që çdo institucion, lidhet se shteti ka institucione, ata nuk e kryejnë detyrën tamam siç ka forcën, ligjin ose po dhe ligji ka logjikën, ma ai ka gjithë aty. Duhet t'i dash përpara le shteti ose institucioni ose njerëz. Jo masi të ndodhi një parja një tjetër të ashtu. S'ka gjithë mira.